Familjet e prekura nga tërmeti nëntori të vitit 2019 dhe që kanë përfituar këstin e parë nga programi i rindërtimit, rrezikojnë të mos e marrin këstin e dytë të parave. 6 vite pas dëmtimit, bashkia pretendon se gabimin për mosdhënien e këtij kësti qëndron tek vetë banorët, që sipas saj nuk kanë paraqitur preventivet në kohë. Jo vetëm kaq, por sipas kreu të kësaj bashkie, këta qytetarë në këto kushte rrezikojnë të kthejnë edhe lekët që kanë marrë. Që nuk kanë paraqitur preventiva për të marrë pjesën e dytë. Dhe në momentin kur një person ka marrë fondin e parë, bile ne do vinë në këshill për të kërkuar edhe pjesën e parë nëse ata nuk disponohen me preventiva se ku i kanë harxuar lekë dhe s'mund t'i japin të dytën. Dhe kjo është një çështje procedure që i takon atyre që i kanë marrë, jo ne si bashki. Ato fonde nuk i kemi ezaruar jo për fajet tona, por për fajet të subjekteve që i kanë marrë, që janë trajtuar dhe që nuk kanë sjellë demonstracion në zyrën urbanistike. E para s'kemi si japim lekë. E dyta s'kemi ku qenë edhe lekë, vetëm se ti marrim nga viti që vjen e ti mbajmë në dispozicion prapë deri në momentin kur këta nuk sjellin as letër, do t'i çojmë në gjyq, do t'i marrim me lekë që kanë. Në bashkinë e Lezhës janë rreth 100 familje të cilët kanë përfituar prej kohësh këstin e parë të parave për rindërtimin e banesave të dëmtuara nga tërmeti.